nga fillimi deri në fund. Unë munduam të treguaj shumë të zgjuar pavarësisht se nuk na dolën llogaritë në atë mënyrë. Pra zgjodhëm atë pikën kur presioni do të ishte më i ulët, por rrethana rastësore nuk rezultoi ti. Në seancë, përfaqësuesit e gjyqtarëve argumentuan në vijim se në fakt rritja e pagës së tyre ishte parashikuar të ndodhte, por më pas kuvendi u tërhoq për arsye hakmarrjeje. Kuvendi i kishte parashikuar në buxhetin e vitit 2023 shtesat e pagave të magjistratëve dhe më pas i anulloi si hakmarrje për pranimin e kërkesës së Unionit në vendimin 35/2022 të kësaj gjykate të nderuar. Kërkesa e gjyqtarëve në thelb është një rritje konstante të pagës së tyre sa herë që qeveria vendos rritjen e pagave për administratën. Paga e gjyqtarëve nuk mund të jetë një vlerë fikse dhe që t'i lihet në dorë ekzekutivit apo legjislativit sa herë t'i teket për t'i arritur. Paga e presidentit nga ana tjetër u rrit me 36% në 425.000 lekë. Ndërkohë kjo nuk u reflektua, sepse nuk u reflektua dhe ky koeficient i drejt 49 apo 59, pra ne pretendojmë 59 sepse këtë keni thënë ju tek vendimi 35/2022. Shuma totale në buxhet nga rritja e kërkuar e pagës shkon në rreth 37 milion euro. Unë kam sjell dhe disa të dhëna nga raportet e SPAK-ut lidhur me shumën lidhur me vlerat e konfiskuara në vitet 2023 dhe 2024 vetëm nga gjykatat e posaçme, pa marrë këtu jurisdiksionin e përgjithshëm, që e tejkalojnë atë rritjen prej 37 milion eurosh që parashikon rritja, po themi, të gjithë funksionarëve që preken nëse pranohet padia apo kërkesa e Unionit të gjyqtarëve. Gjykata kushtetuese ka shqyrtuar kërkesën më 20 janar, ndërkohë që ende nuk është zbardhur vendimi nëse do i jap apo jo të drejtë gjyqtarëve për rritjen e pagave të tyre. Me që të dojë të njësem ju, nuk do merem shumë atë debatin a i takon apo si takon kjo shtesa e rrogës, pasi besoj që kjo është objekti i gjykatës kushtetuese dhe do flasim kur vendimit merret. Pa që të bëm përshtypje është mënyra se si këta gjykatës komunikojnë, mënyra se ato që kërkojnë. Për shembull, thot ato 37 milionerë që ka konfiskuar SPAK-u, thot, me ato thot bëhet shtesa e rrogës tonë. E parasysh se po të flasim me gjuhën, është gjuha e drejtësisë vjetër. Pra ato parat që ne ja merrnim kriminalëve dikur në proces dhe i lironim, tash me që i ka marrë SPAK-u, na japi SPAK-u ne prap direkt na shtoi rrogën. Le të themi, unë sot kam si mbështetës i hershëm i reformës drejtësi, unë sot kam pasur realisht shihen e parë shumë të hidhur, konkrete, se është shije kjo, nuk ka rëndësi si janë këta gjykatës, shihen konkrete se çfarë produkti kanë nxjerrë drejtësiare. Koli unë për herë të parë, me që sa ma the temi jam i përgatitur. Për herë të parë, çështja shumë profesionale, po dal nga përgatitjet e mia për t'i dhënë përgjigje. Po e bëjmë dhe atë debatin po doni, apo unë thjesht. Jo, po më duk shumë interesante një diçka atje e cila vlen për t'u ngacmuar. Që një qytetar të mos ketë besim te sistemi i drejtësisë e pranoj. Që ne, si analist, nga provat që marrim, e interpretojmë drejtësinë kënë vështrimet tona dhe e godasim atë për standardin me cilin ajo funksionon, përsëri është legjitime, në fundit, detyra jonë është të nxjerrim të palarat e çdo gjëje. Po që një gjyqtar, dhe aq më tepër, dy administratorë të dy shoqatave të gjyqtarëve, pra një sistem gjyqësor, paralel me gjykatën kushtetuese në kuptimin e pjesëmarrjes, të arri në argumentimin e vet të ngrej sistemin e dyshimit të funksionimit gjykatës kushtetuese, duke thënë që ju si gjykatë kushtetuese vendimarrjet nuk i keni autonome, nuk i keni të pavarura, por vendimet tua janë produkt i presionit që u bën qeveria dhe ne si të zgjuar që jemi, se e thot, jemi shumë të zgjuar. Ne si të zgjuar që jemi, do më thënë, më ka indinju kaq shumë pikërisht ky moment, ne si të zgjuar, gjetëm atë moment, kur qeveria do merret me tjetër gjë, dhe ne së bashku tani, bëjmë gol. Ju nuk do keni presion, po ç'kini ju se na keni dhe ne, dhe hajde bëjmë golin. Me kaq, kjo seancë quhet e mbyllur. Sepse ka goditur parimin më universal të marrëdhënies. Ka parashikuar vendimin. Ky sistem që ka vajtur është ankuar dhe sistem gjyqësor. Në mënyrë absolute nuk i lejohet ky qëndrim.
Se mendo kur ai për gjykatën kushtetuese mban këtë qëndrim. Qëndrim duhet mbaj unë për ata. Pse e bëjnë gjë tillë? Sepse ata e dinë mirë se dhe ata veprojnë në këtë formë. Pra, qëndrimi i tyre në shprehje mo pra në institucioni kushtetues, nuk është gjë tjetër veçse pasqyrimi në mënyrën se si ata veprojnë me qytetarët e thjeshtë. Ky është sistemi i drejtësisë. Pra nuk është e rastësishme gjithë ky citim që ju sapo thatë. Është absolutisht pasqyrimi i një realiteti që tashmë ne e kemi në sistemin e drejtësisë. Gjyqtar, të cilët nuk e njohin pavarësinë e sistemit, po kërkojnë benefitet nga pavarësia e sistemit. Kërkojnë benefitet nga pavarësia, po nuk e njohin. Jo, gjykatës që paragjykon. Dhe kur gjykatës kushtetuese i thotë që ty të brën presion qeveria, atyre bën presion leku. Dhe vendimarrët e tyre janë të lidhur absolutisht me lekun. Në qoftë se sa i thotë gjykatës kushtetuese që unë jam i zgjuar që ka sekuestruar Spaku me krimin e jep ne të shtojmë rrogat tona. Jo, prisë, do dalë tek ajo, po më duhet kjo gjë që kjo është rëndësishme më burr. Kur ai si gjyqtar gjen një moment për të bërë vendimarrjen, gjykatës kushtetuese, ajo të cilët do themi i vevulën çdo gjëje, ku janë njerëzit dhe gjyqtarët dhe trupa me besueshme shtetit shqiptar, jo jona. Atje varen të gjithë interesa se ajo është pika fundore që çdo vendimarrje gjyqësore që merr nga fillimi përfundon atje. Dhe kur ajo e ve në këtë mekanizëm gjykata kushtetuese, mendon në ç'mekanizma biznesi është vendosur ajo vetë që e ka këtë perceptim për ta transmetuar me kurrajet e gjykata kushtetuese. Dhe këta njerëz tani pikërisht këta që kanë relatur atje duhet futen në këtë kuadër, do të futen në këtë skep gjykimi tani nga LKPD-ja. Sepse ata janë trup e një sistemi i cili flet për performancën e tyre. Unë e kam hapur këtu. Kur ata mendojnë këtë gjë për gjykatën kushtetuese, sigurisht ju keni drejt nisën nga konceptimi që ata vetë kanë. Ai është formati timor, ai arrit Merkurajën ta shkruaj deri këtu ka arritur, ta shkruaj, mo ta lexoj. Pra gjykatës kushtetuese, unë e di ata gjyqtarë të gjykatës kushtetuese si kanë pranuar këtë person. Ata vetëm me kaq, vetëm atë referin që ai ka bërë e rrezojnë komplet çështjen sepse janë ata të paragjykuar. Dhe janë paragjykuar jo nga unë si qytetar, jo nga një qytetar që është cënuar një interes, por nga një trup gjyqësore që përfaqëson gjithë sistemin e drejtësisë në Shqipëri.